Pra do i qishim në kërkesën për të dorëzuar drejtësisë pas Bojnskës. Dëgjarët, zakonisht regjimet diktatoriale edhe ato autokrata, si që është ky i presidentit Vučić, pak ka shpresa me ra nga mbrenda, nëse janë element huj fuqishëm. Pra ju besoni që ka element fuqishëm nga jashtë? Jo, nuk po e konstatoj se nuk kam informacione, po thëmë praktikat... Analize po i flasë, nëse thua jo nga mbrenda, i bie që... Praktikat tregojnë... Ky po bajton me ato që po thot Vučići. Praktikat tregojnë... Kulturat e huja po do me murzu. Jo, mos të fjalët e mia mos i interpretojnë. Unë jam këtu, kur s'jam unë këtu të interpretoj çfarë dush. Unë nuk thash. Ti tha Vučići sërzot mbi brenda. Unë mendoj që çdo pushtet sërzot veç mbi brenda. Thash regjimet autoritare dhe diktatoriale, nëse nuk ndihmohen nga fuqitë e mëdha, praktikat historiku tregon që s'kan rënë kurrë, sepse gjenë instrumente për me shtyp atë. Brenda, bre? Urna? Kur janë këto regjime kaq të forta, diktatoriale, autoritare, përfundimi i tyre rrjedh nga brenda, gjithsesi mund të ketë një suport nga jashtë, po përfundimi është nga brenda, dhe ne diskutuam disa herë, nëse ka një qeveri me ministra idiot, pak se nuk kem të komentu, se se më përfundova idenë edhe është gabim që po interpretoni fjalët e mia para se mi përfundu tezën. Po pës për me gjithë. Tash, zakonisht regjimet diktatoriale, dhe ju marr shembull jo një, po 100. So, 3 paktën. Për shembull regjimi i Gadafit nuk ka rënë nga brenda. Ka pas protesta gjithë popullore sane, derisa janë implikuar faktorë ndërkombëtar. Regjimi i Gadafit s'ka hiç, ka pas reagim drejt për drejt shëbave. Atëherë nga jashtë po them, për kundër protestave që kanë qenë, për veç pak. Dhe gjitha regjimet, domethënë, në kohën e luftës së ftoftë, që kanë filluar rrëmja e murit Berlinit, ju e dini domethënë që drejt për drejt ka qenë edhe Papa Gjon Pauli II i përfshim në rrëmjen e regjimit në Poloni. Nëse lexoni Vojtilla. Nëse lexoni domethënë literaturë jo të largë, domethënë para 30 viteve shënë që kanë qenë të përfshim dhe e kanë bërë argatën e tyre që i kanë rrezuar ato regjime. Tash se sa janë të përfshim ndërkombëtar në rastin konkret. Dhe kush i ka organizuar protestat, unë nuk e di sepse nuk lexoj raportet e shërbimeve të huaja, as të mbrëmshme, as të huajat. Nuk i kam ato informacione. Por, një regjim si që është ky i Vučićit, që duket që ka eskivu që 4 muaj ditë, madje një kërkesë të lehtëshme, minimale, për ta zhbllokuar situatën, për të bërë një qeveri teknike dhe të shkoj vendin në zgjedhje, s'po e realizon. Unë mendoj që duhet një goditje e madhe për të rrezuar Vučićin nga pushteti. Ose rrëzoj një 2 milion njerëz që dalin shesh, siç ka qenë ajo e Miloševićit. Tash a merr për shembull zgjedhje të kuptojmë drejt. Për me dalë ajo që the ti, vota zgjedhja s'merr. Vetë ta shpjegoj. Për me dalë ajo që the ti, gjithsesi si faktori mbrëmshëm me bën punën e vet. Në gjitha rastet, po mos ishin kryengritjet në Libi, në Tunizi, në Egjipt, në Asadin. Regjimet nuk do të lëvizshin. Po së mbështetën nga faktor ndërkombëtar, ata do të arrinin për të shtypur. Edhe Vučići, edhe Miloševići nuk e kanë problemi pas durët e lymi me gjak. Madje njëra prej parullave që është që i keni durët me gjak. Ndaj nëse njëjtë dhe kameru edhe për e ushtrisë me datën 15 mars. Pastaj është diskurs për të friksuar. Tash, përdorimi i vizitës së djalit të presidentit Trump a ka tentu të përdoret për propagandë. S'ka dilema, ajo është i njohur për të fabrikuar, edhe kur s'ka hiç situata në favorin e tij, e lëremoni vizitë që nuk është e papesh. Vizita e djalit të presidentit Trump kur po vlen, domethënë në Serbia, nuk është bashkë këtë rast. Nuk mund shihet bashkë pa relevancë. Nuk mund shihet bashkë se po qunë një mëngjes edhe ka shku. Madje ke pas edhe deklarimet të zotit Grenell që kanë qenë për të diskutuar. I ka tërheq vrejqen, do të thëtë opozitës, jo opozitës, për këtyre protestuesve që nuk duhet qenë të dhënshëm, nuk duhet ndrohet për shteti me dhunë, duhet protestoni në mënyrë që të sane. Ato elemente janë begje shumë që flasin. Po të kishte një reagim, për shembull, ma tash për të komunitetit ndërkombëtar, Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe Vučići do të realizonte kërkesat më shpejt, disa nga kërkesat.
Po, pikrisht për shkak dinamikave ndërkombëtare dhe veçanërisht zhvillimeve në Ukrainë, Zoti Vučić ka arrit me shpërfill gjitha kërkesat që kanë ardhur nga bashkia ndërkombëtare. Madje edhe kërkesën për përsëritje të zgjedhjeve që ka qenë procesi ekstremisht i lëndum. Se ka marrë fare në konsideratë. Zotin Shkodra, unë halos po arri me kuptu cila është shpjegimi përfundimtar. Sipas kësaj, në një proces zgjedhor, a fiton, a mundet me fitu prap shumicë, Aleksandr Vučići as mundet me gjitha këto fillimet ta thash, nëse si ka instrumentet e manipulimit, aparatin e dhunës në dorë, ai nuk fiton. Këtë nëse Dhe unë mendoj se gjendja aktuale që kja. gjendja aktuale s'po shkon zgjedhje pa me qeveri teknike, me shkun, ai sa dhe ishte i qartë. Tha me qeveri teknike, pa në vramu, tha nuk shkon zgjedhje. Ishte i prerë. Si mund të arzosh të njëri që është i njohur për manipulim të zgjedhjeve? Edhe kjo është me rëndësi. Si mund të arzosh? Na po shkojnë. Stalini ka thonë, ata lene popullin votojnë, po ka rëndësi ata që i numërojnë votat. Kështu që Vučić është i njohur. Këtë gjam më kojnë që daj diska. Ka rëndësi që Vučić i manipulon votat atje. Se unë nuk besoj kur në të fitorit e ti spektakular, asë njerë. Andaj duhet një proces i ndërmjem një qeveri teknike që ajë s'po e realizën a priori që atë kërkes. Por të fut në një tranzicion i cili do të hante kokën në kuptimin politik. Evolutiv. Na nuk e dim sa ndonë mas 15. Kam edhe 4-5 është protesta. Mustafi njerë. Po, vazhdoj. Mas protestës, e këshyra dorëzota, qa bona me Se gaboj, me nëvëti e tha zgjedhjet, protest. Protesta.